Dhe lajmi i fundit, prezi i ri në diasporë, Margarita Rossi, forca emocionale e një artiste të re me origjinë shqiptare. Revista Italiane e Artit dhe Kulturës, revista Venti, në numrin e saj janar-shkurt 2026 i ka kushtuar një hapësirë artistes me origjinë shqiptare Margarita Rossi, duke vlerësuar rrugtimin e saj krijues dhe kontributin që po jep në skenën bashkëkohore të artit në Itali. Artistja e re me origjinë shqiptare Margarita Rossi po pozicionon veten si një nga zërat më autentik, më të ndjeshëm në skenën e artit pamor emilian. Pas përfundimit të studimeve në Liceo Artistico Toschi në Parma, Rossi është shpërfaqur në kërkimin e saj intensiv ekspresiv, të kërkimit i cili dha dhe çmimin Talente të reja në Panairin e Artit të Parmës të vitin 2024. Gjua e saj vizuale është ndërtuar rreth një linje të dredhur dhe nervoze, plot tension dhe vitalitet. Në këtë tension formal mund të perceptohet një ndikim i qartë ekspresionist, i cili gjen tek Egon Schiele, një burim vendimtar frymëzime. Megjithatë, Rossi e ripërpunon atë mësim në një intimitet të ri me introspektiv, në cilin formimi nuk është kurrë dramë e pastër, por një instrument i njohurisë dhe empatisë. Figurat e saj shpesh të pezulluara midis materialitetit dhe shpërbërjes flasin një gjuhë universale. Piktura e Rossit është një territor i brendshëm, një vend ku shenja bëhet zë dhe materiali vizual ngarkohet me energji psikologjike. Vlera e punës së saj njihet jo vetëm për ambientin eksplorues, por dhe dialogun e saj me realitetin shoqëror dhe njerëzor. Një nga veprat e saj është në fakt e pranishme në Spitalin Maggiore në Parma, në departamentin e ginekologjisë. Rossi ka ekspozuar gjithashtu në Galeria Kaos dhe Casa della Musica.